إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وبعده فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, fillojmë me emrin e Allahut të Madhëruar. Atë falenderojmë, dëshmojmë dhe deklarojmë se Allahu është Zoti jon I vetëm I cili meriton të adhurohet dhe asnjë tjetër nuk e meriton këtë gjë dhe se Muhamedi alayhis salam është I dërguari I fundit, e dërgoi Allahu I Madhëruar që të mësojë njerëzve rrugën e drejtë, rrugën që fitojnë kënaqësinë e Allahut në këtë botë dhe në botën tjetër. Të nderuar besimtarë, pasi kemi folur para 2 vitësh për kujtimin e Allahut, dhikrin e Allahut, rëndësinë që ka për kujtimi e Allahut të Madhëruar, sot do të përmend përsëri diçka në lidhje me të, në mënyrë që t'i japim një kuptim sa më të plot kësaj tematike. Nuk ka dyshim se përmendja e Allahut të Madhëruar është prej adhurimeve më të mëdha, ashtu që Zoti I Madhëruar na urdhëron në Kur'an që ta përkujtojmë atë shumë. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Pra o ju që keni besuar, përmendeni Allahun shumë. Por se të nderuar, përmendja e Allahut të Madhëruar ka nivele të ndryshme. Niveli më I lartë I përmendjes së Allahut është kur njeriu e përmend Allahun me gjuhën e tij dhe me zemrën e tij. Pra kur njeriu atë që shpreh me gjuhën e tij e ka me bindje me zemrën e tij dhe është I vetëdijshëm për atë që po thot. Dhe kjo është përmendja më e mirë që I bëhet Allahut të Madhëruar. Jo vetëm në përmendjen e Allahut, po kjo mënyrë është më e mira në çdo adhurim që bëjmë ne. Ndaj personi I cili fal namazin duke qenë I përqendruar, duke qenë prezent me fizikun e tij dhe me të brendshmën e tij, me zemrën e tij, shpërblimi është I madh dhe ky është namazi I duhur. Ndaj dhe Zoti I Madhëruar thot në Kur'an: "Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un." Të shpëtuar janë ata besimtarë të cilët në namazin e tyre janë të përqendruar, janë të përkushtuar. Pra janë të vetëdijshëm në atë që po bëjnë. Ndaj dhe besimtari duhet të përpiqet që në përmendjen e Allahut të Madhëruar mos të mjaftoj vetëm duke lëvizur gjuhën e tij, por se duke qenë I përqendruar, I përkushtuar në ato që po bën dhe në ato që po thot. Ndaj dhe muslimani duhet përpiqet që t'i mësoj disa prej përkujtimeve, dhikreve, duave që bënte profeti alayhis salam, të mësoj kuptimin e tyre, qëllimet e tyre, në mënyrë që kur ta shprehin atë me gjuhën e tij, ta ndjej më tepër dhe të jetë më I vetëdijshëm. Dhe niveli më I dobët është kur njeriu e përmend Allahun vetëm me gjuhën e tij. Dhe kjo është shumica e jonë sot. Falim namazin, lexojmë Kur'anin, po se çfarë po bëjmë, shumë herë nuk përqendrohemi. Bëjmë lutjet e mëngjesit dhe të darkës, po nuk jemi të përqendruar në atë që themi. Megjithatë, edhe kjo kategori, ky nivel ka shpërblim, po patjetër është niveli më I ulët I përmendjes së Allahut të Madhëruar, kur njeriu pra thjesht e përmend me gjuhën e tij dhe nuk është I përkushtuar, nuk është I vëmendshëm në atë që po bën. Dhe kategoria e mesme është
kur njeriu e përmend Allahun e madhëruar në veten e tij, me zemrën e tij, por se nuk e përmend atë me gjuhën e tij, padyshim edhe kjo është një mirësi, por se e kompletuar është kur njeriu i bashkon të dyja së bashku. Ndaj dhe profeti alayhi salam kur ngrihej në mëngjes lexonte 10 ajetet e fundit të surës Ali Imran, ku në to Allahu i madhëruar thot inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, deri në fund të ajeteve. Pra, në krijimin e qiellit dhe të tokës ka fakte, argumente për ata të cilët meditojnë. Ndaj dhe muslimani duhet jetë i tillë që mediton, dhe mos jetë ai i cili i kalon gjërat thjesht pa meditim. Ndaj dhe nëse njeriu do të meditojë në krijimin që ka bërë Allahu i madhëruar, do t'i shtohet besimi. Në moment që njeriu mediton në veten e tij, se si ai funksionon, se si ai jeton, do t'i shtohet besimi. Ndaj dhe Zoti i madhëruar, kur flet në Kur'an, thotë wa fi anfusikum fala tubsirun. Pra ka fakte dhe argumente për ekzistencën e Allahut. Fakte dhe argumente që Allahu meriton të adhurohet edhe në vetët tuaja. Ndaj nëse secili prej nesh mediton se si jetojmë, se si Zoti i madhëruar na i ka dhënë mundësinë që të funksionojë trupi jon, do të gjejë në to mrekulli. Ndaj nëse njeriu mediton se si qarkullon gjaku i tij, se si tretet ushqimi dhe se si njeriu del jashtë, do të kuptojë mirësitë e mëdha që i ka dhënë Allahu i madhëruar. Ndaj të nderuar, kemi shumë nevojë për meditim. Kemi nevojë për meditim që të njohim Zotin tonë. Kemi nevojë për meditim që të njohim mirësitë që Allahu i madhëruar na ka dhënë. Se shumë prej nesh e kanë kuptuar se mirësia është kur ke shumë parë. Jo të nderuar, nuk është vetëm kjo. Mund të kesh shumë parë, por nuk ke shëndetin, dhe s'ke që do të parë. Mund të kesh shumë parë, por se nuk ke familje, dhe s'ke që do të parë. Ndaj njeriu le të meditoj. Pra të nderuar, ne kemi sot sëmundje të cilat kurimi i tyre shkon edhe në 1 milion euro. Ndërkohë, ata që janë të shëndetshëm e kanë këtë mirësi dhe e kanë këtë pasuri. Por nuk e ndjejnë sepse nuk e kanë letra që i lujnë në durë të tyre. Ndaj dhe Zoti i madhëruar gjithmonë në Kur'an na tërheq vëmendjen që të jemi prej atyre që meditojnë, që e përkujtojnë. E nëse muslimani do të meditonte, atëherë dhe konceptet e tij për jetesën do t'i rregullonte. I gjen sot se si njerëzit garojnë të pasurohen dhe nuk pyesin është halal apo haram. I gjen se si njerëzit prishen me njëri tjetrin për pespare, se si vllai me vllan vriten dhe nuk flasin apo nuk flasin për vite të tëra. E gjen se si burri me gruan nxiren me njëri tjetrin, po nëse do të kishin 5 pare mund, do të meditonin pak, do ta kuptonin që të gjitha këto grindje nuk ja vlen. Sepse një ditë për ato pare që po ziresh, për ato coptok që po ziresh dhe po vritet me vllajin tat, një ditë do ta lësh dhe do të ikësh. Dhe nuk do ta marrësh me vete. Me vete do marrësh punët e mira, ato vepra të cilët do t'ia gjesh shpërblimin tek Allahu i madhëruar. Në moment që njerëzit meditojnë në mirësitë e besimit, atëherë do ta kuptojnë se sa lart është Islami dhe feja islame. E në moment që nuk meditojnë, atëherë shohim se si njerëzit mashtrohen nga shumë kultura, të cilat në të jashtmen duken të bukura, por realiteti i tyre është shumë i shëmtuar. Në moment që njeriu mediton në ato thënie
dhe fjalë që dëgjon do ta kuptoj realitetin. Sot flitet shumë për zhvillimin, flitet shumë për të drejtat e njeriut, por në realitet ata të cilët flasin janë ata të parët që i shkelin me këmbë. Por se njerëzit mahniten dhe thot filan shtet na ka prur lirinë, demokracinë, na ka prur këtë dhe këtë. Po të mendojmë thellë do të kuptojmë se shumë herë këta që flasin këto terma janë kriminalët e vërtet. Sot flitet shumë për të drejtat e grave, po fatkeqësisht nuk gjejmë se këta që flasin për të drejtat e grave kujdesen për gratë e moshuara për plakat. Nuk i gjejmë që kujdesen për to. Flasin shumë për të drejtat e grave, po si duket kanë qëllim diçka tjetër. Për këtë arsye edhe ne e vrejmë se shumë prej grave në moment që janë punë të ndryshme dhe ndryshojnë disa situata bëhen më pa vlerë. Ky është realiteti. Ama njerëzit nuk meditojnë, mashtrohen nga fjalët e bukura. E si mund të mashtrohesh nga fjalët e bukura kur dikush të flet për liritë e njerëzve, për të drejtat e vendeve që të vendosin fatin e tyre, në thonjza se fati është tek Allahu, ndërkohë që ata i pushtojnë vendet, i vrasin, i masakrojnë, u grabisin pasurinë. Dhe pastaj vinë dhe t'japin leksion se që janë të drejtat e njeriut. Njerëz të cilët, apo shtetet të cilat gjithë historikun e tyre kanë të mbushur me pushtime, me grabitje të pasurive të popujve të tjerë, dhe pastaj vinë dhe na japin leksione se kush janë të drejtat e njeriut dhe drejtat e popullit. Ama një njeri i cili nuk mediton, një njeri i cili nuk i merr fjalët dhe t'i analizoj, patjetër që do të mashtrohet. Patjetër që do të mahnitet nga ky civilizim. Ndërkohë, ky civilizim vërtet na ka prodhuar avion, na ka prodhuar teknologji, por se ka shkatruar njeriu dhe fatkeqësisht e shohim se si ka përfunduar situata e njerëzve, të cilët kanë degraduar shumë, ndaj dhe muslimani duhet të jetë i vetëdijshëm, të meditojë dhe të kuptojë se fitoria e vërtet, lumturia e vërtet është kur njeriu lidhet me Zotin e tij, kur përmend Zotin e tij, kur adhuron Zotin e tij dhe do të kuptojë në atë moment mirësitë e mëdha që ka feja islame. Ose përndryshe do të jetë musliman, por në vetveten e tij ka shumë pikpyetje, shumë dyshime, pasi nuk e kupton realitetin, pasi nuk mediton në thellë në ato mirësi që Zoti i Madhëruar na ka ligjëruar dhe na ka dhuruar. Gjithashtu të nderuar, përkujtimi më i mirë është ai përkujtim përmendja e Allahut të Madhëruar, e cila përputhet me atë që ka bërë profeti Muhammed alayhis salam. Ndaj dhe ne vrejmë se profeti alayhis salam na ka mësuar se si ta përmendim Allahun. Kur ngrihemi nga gjumi, kur dalim nga shtëpia, kur hyjmë në xhami, kur dalim nga xhamia, kur ham, kur pim, e kështu me radhë. Ndaj dhe ai personi i cili mëson këto lutje që ka bërë profeti alayhis salam, ai bën përkujtimin dhe gjën më të mirë, sepse e përmend Allahun e Madhëruar ashtu siç na ka mësuar profeti Muhammed alayhis salam, dhe ajo është gjëja më e mirë dhe lutjet që na ka mësuar profeti alayhis salam janë më të mira dhe më përmbledhëse nga çdo gjë. Se sa shumë lutje që bëjnë njerëzit, të cilët luten shumë, po thelbi është shumë i dobët, ndërkohë profeti alayhis salam na ka mësuar lutje të cilat janë shumë të rëndësishme. Gjithashtu të nderuar, prej përkujtimit të Allahut të Madhëruar është që njeriu kur zbaton urdhrat e Allahut apo kur largohet nga ndalesat e tij, të jetë i vetëdijshëm. Pra të jetë i vetëdijshëm pse po falet, të jetë i vetëdijshëm pse nuk e kryen një vepër apo një mëkat, të jetë i vetëdijshëm pse nuk duhet me pirë alkoolin, të jetë i vetëdijshëm pse nuk duhet me konsumuar ato gjëra të cilat Allahu i Madhëruar i ka ndaluar.
Ndaj dhe kjo është një prej përkujtimeve dhe adhurimeve më të mëdhaja që njeriu në zbatimin e urdhrave të Allahut të jetë prezent me fizikun e tij, me zemrën e tij, me të brendshmën e tij. Të nderuar, gjithashtu përkujtimi i Allahut të madhëruar është dhe me vepra. Ndaj dhe Ibn Taymi, Allahu mëshirofte, shumë dietarë të tjerë thonë se çdo vepër e cila bëhet për hir të Allahut të madhëruar, në formën që nga ka mësuar profeti alayhi salam, ajo është përkujtimi më i madh që i bëhet Allahut. Pra çdo vepër e cila në të ka sinqeritetin, pastërtinë për Allahun, e cila përputhet me mënyrën që na ka mësuar profeti alayhi salam, pra përputhet me Islamin, me besimin ton, ajo është përkujtimi më i mirë dhe përkujtimi i Allahut me vepra është i shumë. Shkurtimisht mund të përmends në këto pak minuta kryerja e namazit. Ndaj dhe Allahu i madhëruar urdhëron në Kur'an dhe thotë wa aqimis salata li dhikri. Kryeje namazin që të më përkujtosh mua. Pra, namazi është përkujtimi më i madh që i bën besimtari Allahut të mëdhëruar. Ndaj secili prej nesh ta shohim dhe ta kontrollojë veten se si i ka punë me namazin. A e fal namazin apo jo? Sa i përkushtuar është në kryerjen e namazit. Gjithashtu të nderuar, prej veprave është dhe leximi i Kuranit, pasi është fjala e Allahut dhe gjë më e mirë që ne përmendim atë është kur lexojmë, kur këndojmë fjalët e tij, i kuptojmë ato dhe meditojmë në to. Ndaj të nderuar, le të zër Kuranin në jetën tonë një vend të veçantë, le të zër Kuranin në jetën tonë një kohë të përcaktuar ku lexojmë, ku e studiojmë, ku meditojmë rreth tij në mënyrë që të përfitojmë prej shpërblimeve të mëdhaja që ka Kurani. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin wa ba'd. Të nderuar besimtarë, gjithashtu prej përkujtimit të Allahut të madhëruar është që njeriu të mësoj fenë e tij, të mësoj besimin e tij, të studiojë rreth fesë islame dhe jo të jetë një njeri i paditur, një njeri i cili thjesht klikon diku në internet dhe merr një përgjigje apo pyet dikon që gjen në rrugë apo dikon që mund ta gjejë edhe në xhami, i cili ndoshta nuk ka dhe dijen e duhur. Ndaj muslimani që sot profeti alayhi salam talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Pra kërkimi i dijes është obligim për çdo musliman. Ajo dije që ti ke nevojë në jetën tënde e ke obligim ta dish. Pra duhet me ditë si të falesh. Duhet të dish nëse merresh me biznes dhe tregti se çfarë ndalohet dhe çfarë lejohet. Duhet të dish se kush janë rregullat brenda në familje e do të dish rregullat e agjerimit dhe kështu me radhë. Ndaj dhe dija në fenë islame zë një pozicion të veçantë, një diçka e cila në kohët e fundit të zbehur dhe këtë gjë e shohim qartë në mësimet, në ligjëratat që mbahen në xhami, ku ka një neglizhim të theksuar. Patjetër nuk është vetëm arsye, ka dhe arsye të tjera, por se besimtari duhet ta di se çdo emër që merr pjesë në një ligjërat islame, në një xhami ku shpjegohet dija, ku mësohet dija, ta di se fiton kënaqësinë e Allahut, mëshirën e Allahut dhe qetësinë që Allahu i mëdhëruar hedh tek ai. Ndaj të nderuar, mos i lini këto takime pa i shfrytzuar që të përfitoni, të rikujtoni se jo gjithmonë do të përfitosh diçka të re, por njeriu gjithmonë ka nevojë për rikujtim. Ndaj dhe sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salam ishin shumë të kujdesshëm që ata të merrin pjesë në këshillat e profetit alayhi salam, aq shumë sa që kur kishin angazhime e bënin me njëri tjetrin me radhë. Pra dy shok
kishe i punë që se linin do të dy. Do të ishe pa tjetër njëri të puna, shkon të njëri, dëgjon dhe çfarë thoshte profeti, kthehej te tjetri e tregonte. Herën tjetër shkon te tjetri dhe bën atë njëjtën gjë. Imagjino kur njeriu nuk ka angazhime, po thjesht është të ndojt kafeneve, apo është të bërë xhiro, apo diçka tjetër, patjetër njeriu ka nevojë për argëtim, ka nevojë për çlodhje, po është shumë e rëndësishme që njeriu t'i përkushtohet dhe t'i vë rëndësi dijes. Ndaj të nderuar, ne në xhamin tonë gjithmonë jemi përpjekur që t'i krijojmë kushtet ku të ketë mësime, të ketë ligjërata, pastaj ai i cili dëshiron të përfitojë alhamdulillah, i cili nuk vjen, nuk humbet që xhamia apo hoxha i cili jep mësimin, realisht humbet ai i cili nuk është prezent, humbet shpërblimin e madh që kanë këto takime, humbet faljen e Zotit të tij. Ndaj dhe inshallah edhe për fëmijët, si çdo verë, ne këtë verë do të kemi disa aktivitete ku në të hënën në datë 7 korrik do të fillojmë aktivitetet me të rinj dhe fëmijët, dhe i çdo njeri i cili është i interesuar mund të regjistrohet në mënyrë që fëmijët e tij të përfitojnë diçka prej njohurive rreth islamit, rreth edukatës, rreth besimit e kështu me radhë. Të nderuar besimtarë, çdo vepër e mirë është për kujtimin e Allahut, dhe të përpiqemi të veprojmë vepra të mira, dhe prej veprave të mira të cilat bën njeriu është agjërimi i ditës Ashurës, apo dita e 10 e muajit Muharrem, e cila këtë vit i bie të jetë ditën e shtunë, pra jo nesër, po të shtunën tjetër, por se po u rikujtoj këtu se më e mira është që njeriu të agjërojë së bashku me ditën e Ashurës një ditë përpara. Pra që për këtë vit i bie që me agjëruar ditën e premte dhe të shtunën. Dhe kjo për shpërblimin e madh që ka agjërimi i kësaj dite, ku profeti alayhis salam tregon dhe thotë se agjërimi i kësaj dite fal mëkatet që ka kryer njeriu gjatë një viti, kuptohet ato mëkatet e vogla që ai ka vepruar, dhe jo neglizhimi që ka ai në obligimet e Zotit apo mëkatet e mëdha që ka. Ndaj kjo është një ditë e veçantë që ta agjërohet, pra dita e Ashurës, por se më e mira është që ta agjërohet dhe një ditë përpara, e cila pra për këtë vit e riktheksoj edhe një herë, është dita e premte dhe dita e Ashurës pra është të shtunën. E lutem Allahun e Madhëruar që na bëj për atyre të cilët përfitojnë prej kohës që na ka dhuruar Allahu, prej jetës që na ka dhuruar, sepse vitet ikin, kalojnë së shpejti, ndaj dhe ne ku jemi sot në ditën e 2 të vitit të ri të kalendarit anor, pasi iku një vit kaloi dhe tashmë ka filluar viti i ri i kalendarit anor, një vit, një kalendar me të cilën janë të lidhura të gjitha adhurimet islamit dhe datat islame, dhe edhe muslimani duhet ta njohë këtë kalendar, ta di se kur fillon viti, se kur janë ditët e veçanta. Lutim Allahun e Madhëruar dhe japë mirësi prej mirësive të tij, jo falë mëkatet, na bëj për atyre të cilët e shfrytëzojnë këtë muaj me adhurime, me punë të hajrit, ashtu që sot profeti alayhis salam në hadithin që transmeton Muslimi se agjërimi më i mirë prej muajve pas Ramazanit është agjërimi i muajit Muharrem, pra ky muaj ku jemi, muaji i parë i vitit hënoz. Allahu i nderuar na dhuroft prej mirësive të tij. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. سبيل الدموع سبيل